Unë po I trajtoj dy çështje që ndërlidhen me mënyrat se si vendi shkon në zgjedhje në situatat aktuale. Në situatat aktuale, vetëm në qoftë se në raundin e tretë, asnjëri prej kandidatëve nuk I merr votat 61, siç thuhet në kushtetut, për të bërë president I Republikës së Kosovës, pastaj vendi shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme. Dhe tjetra që parashihet në kushtetut është në qoftë se brenda afatit 60 ditor nuk arrin të zgjedhet presidenti I Republikës së Kosovës prej nisjes së procedurave, që I bie nëse ne do të nisim sot, afati vlen prej sot, por me që ende s'kemi nisur, ky afat nuk fillon të blej. Pra edhe në këtë rast, pra prej nisjes së procedurave kalojnë 60 ditë, pastaj mund të shpërndahet realisht Kuvendi I Republikës së Kosovës. Në këtë drejtim, me situatën kur nuk ka një kandidat të dytë, nëse nuk do të ketë as nesër, ne nuk mund të paragjykojmë, ne presim që deputetët të adresojnë përgjegjësitë që kanë, ta bëjnë të mundshme edhe një kandidat tjetër, por në qoftë se ne do të jemi pastaj me 6 marsetutje, nuk përcaktohet saktësisht se çka ndodh nëse presidenti I vendit zgjedhet pas këtij afati, sepse kushtetuta thotë që presidenti duhet zgjedhet 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual, që është data 5.